Qyteti i Shkupit premton se do të ndajë mjete për ndërtimin e urës së Llokës. Kryeministri ndërron qëndrim, thotë se nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ministri i Brendshëm Panço Toshkovski tha se Safe City do të jetë në të gjithë vendin deri në fund të vitit. Presidenti Trump kërcënon Iranin, nëse nuk ka marrëveshje do të ketë sulme të nivelit të lartë. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. Banorët e fshatit Llok të komunës së Sarajit, të cilët rrezikojnë jetën duke kaluar në urën e improvisuar, u është dhënë shpresë. Qyteti i Shkupit ka deklaruar për televizionin Shenja se në të ardhmen do të ndajnë mjete buxhetore për këtë çështje. Në anën tjetër, kryetari i komunës së Gjorgje Petrovit, Aleksandar Stojkovski, tha se objekte të tipit të tillë nuk kanë mundësi financiare të ndërtojnë as komuna e Gjorgje Petrovit e as komuna e Sarajit. Ndërkohë, kërkesat e banorëve shkojnë përtej ndërtimit të urës. Ata kërkojnë edhe ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës përtej urës nga ana e Gjorgje Petrovit. Komuna e Gjorgje Petrovit nuk e ndjen veten kompetente për ndërtimin e urës që lidh fshatin Llok me pjesën tjetër të qytetit. Kryetari i komunës së Gjorgje Petrovit, Aleksandar Stojkovski, në një prononcim për televizionin Shenja, tha se kompetent për ndërtimin e objekteve mbi shtratin e Lumit Vardar, që në këtë rast është ura e fshatit Llok, është qyteti i Shkupit. Stojkovski tha se objekte të tipit të tillë nuk mund të ndërtojnë as komuna e Sarajit, as ajo e Gjorgje Petrovit. Mos ne znam da li ima legalna forma su dokumenti kako je se do toga pokrijeno, evo nadležnost na gradot Skopje. Znači rekite u gradot Skopje i rečните корита, нивното уредување и стопанисување, или како да кажам, изградба на објекти во самите корита, односно мостови, се во надлежност на градот Скопје. Me që komuna Saraj dhe Gjorgje Petrov nuk janë kompetent për ndërtimin e urës së famshme, pyetëm qytetin e Shkupit. Nga atje thonë se kanë njohuri për këtë pikë dhe për të ardhmen premtojnë ndarje të mjeteve buxhetore. Qyteti mbetet I përkushtuar ndaj zhvillimit të balancuar rajonale dhe përmirësimit të kushteve për të gjithë banorët e Shkupit. Dëshirojmë të ju njoftojmë dhe t'ju informojmë se kemi njohuri për projektin që ju po flisni dhe do të merrem parasysh në të ardhmen, kur edhe të kesh përndarje të mjeteve buxhetore. Një javë më parë kreu I Sarajit premtoi se brenda këtij viti do të përfundojë projektimi I urës që lidh Llokën me Gjorgje Petrovin, ndërkaq kërkesat e qytetarëve shkojnë përtej ndërtimit të urës. Përveç ndërtimit të saj, ata kërkojnë edhe ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës përtej urës nga ana e Gjorgje Petrovit. Këtë vit nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Këtë e deklaroi sot kryeministri Hristian Mickoski, I cili nuk e përjashton mundësinë për zgjedhje të parakohshme vitin e ardhshëm. Megjithatë, kreu I VMRO-s ka sqaruar se dëshira e tij është që zgjedhjet të jenë të rregullta gjithsesi në vitin 2028. Në anën tjetër, LSDM-ja akuzon pushtetin se po ngrisin hipotezën e zgjedhjeve pasi ju ka mbaruar parat për tendera. Kryeministri Hristian Mickoski qartëson deklaratën e tij për zgjedhje. Thotë se këtë vit zgjedhje nuk do të ketë, por nuk e përjashton mundësinë për zgjedhjet e parakohshme vitin e ardhshëm. Mirpo thekson se dëshira e tij është që zgjedhjet të jenë të rregullta gjithsesi në vitin 2028. Disa parti janë friksuar nga ajo deklaratë, I ndjek. Qëndrimin tim ju e dini, qëndrimi im është që zgjedhje këtë vit nuk ka. Ky është viti I reformave dhe I konsolidimit. Do të doja të kishim zgjedhje të rregullta, të cilat do të ndodhin së shpejti. Pranverën e vitit 2028, a është viti 2027 opcion? Dijeni se VMRO-DPMN është gjithmonë e gatshme të shkojë në zgjedhje dhe të fitojë, por atë që ne tani po e bëjmë janë reformat edhe të rrisim aktivitetin ekonomik. Edhe LSDM thotë se është e gatshme për zgjedhje, për siç thonë ata për ta kthyer shtetin në rrugën e vërtetë, ndërsa akuzon pushtetin se po organizojnë zgjedhje pasi ju kanë mbaruar parat për tendera.
siç ka paralemruar LSDM prej muajsh, kur parat për tendera dhe mbushje xhepash të mbarojnë, organizata kriminale VMRO do të fillojë më njëherë përgatitjet për zgjedhje, pas 2 vitesh në pushtet. Miskovski nuk ka përmbushur asnjë premtim, asnjë rezultat, nuk ka zgjidhje për ekonominë dhe Maqedonia është e bllokuar në rrugën europiane. Një ditë më parë, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari inkurajoi kryeministrin që sa më shpejt i bëjë thirrje kuvendit për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, për siç tha ai, të mundsuar lehtësimin dhe debllokimin procesit eurointegrues të vendit, i cili, sipas tij, po mbahet peng nga kjo qeveri. Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Fatmir Limani tha se nuk është ministër i koalicionit Vlen dhe se rrugët me Vlenin i kanë ndarë kohë më parë. Limani po ashtu tha se sa më shpejt që të ketë zgjedhje parlamentare, aq më mirë do të jetë për vendin. Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Fatmir Limani e konfirmon edhe një herë se i kanë ndarë rrugët me koalicionin Vlen. Limani në këtë post ishte emëruar si përfaqësues i koalicionit shqiptar në pushtet Vlen. Moti kohë ka përfunduar unë dhe Vleni. Ai foli edhe për temën e zgjedhjeve e cila u aktualizua këto ditë. Sipas tij, sa më shpejt të ketë zgjedhje, aq më mirë. Sa më të shpejt të jenë ato, aq më mirë do të jetë për vendin tonë, për zhvillimin ekonomik, dhe në një të kohë për rifreskimin e radhëve si në kuadër të Vlenit, ashtu edhe në kuadër të çdo subjekti e strukture politike. Situata tensionuese fillimisht ka nisur mes tij dhe liderit të partisë së tij që është pjesë e Vlenit, Bilal Kasami. Ky fundit publikisht kishte shprehur pakënaqësi nga puna e ministrit Limani. Mirë po në të njëjtin mendim me Kasami nuk ishte edhe kryeministri Hristian Mickovski, i cili shpreh i kënaqur nga puna e Limanit. Ndërsa tensionet janë reflektuar edhe në deklarata publike dhe qendrime të ndryshme mes partnerëve të koalicionit. Situata kulmoi kur Limani u pa në një fotografi me Ali Ahmetin në iftarin e organizuar nga kryeministri shqiptar Edi Rama. Dy kampet politike shqiptare kanë shkëmbyer akuza ndaj njëra tjetrës për aktivitetet në 20 vitet e fundit. BTI akuzon 20 Mexhitin se ai dhe grupi i tij e kanë uzurpuar përfaqësimin e shqiptarëve në Shkup dhe se sipas tyre ka shkatëruar të ardhmen një gjenerate të tërë të rinjve. Ndërkohë, koalicioni Vlen thekson se 20 Mexhiti është emër që i shkakton dhimbje BTI-s, sepse sipas tyre bashkë me popullin i kanë dërguar në opozitë. Janë rishfaqur përplasje deklarative ndërmjet të nënkryetarit e Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani dhe ish nënkryetarit e kësaj partie, tani më njëri ndër liderët e Vlenit, 20 Mexhiti, ndonë se tash në mpetkun e partisë. Ata debatën e kanë shndruar në emra të përveçshëm. BDI akuzon Mexhitin se, siç thon, për më shumë se 20 vjet, ai dhe grupi i tij e kanë uzurpuar përfaqësimin e shqiptarëve në Shkup dhe se sipas tyre kanë shkatruar të ardhmen e një gjenerate të tërë të rinjëve të kryeqytetit. Promotori i nepotizmit brutal nuk përfaqëson shqiptarët. 20 Mexhiti, politikani që u bë milioner duke varfëruar çajirin, sot mundohet të shihet si ndryshim, por qytetarët e dinë të vërtetën. Struktura e tij politike funksionon me të njëjtën logjik si klanet mafioze, besnikëri familjare, interesa personale dhe kontroll përmes njerëzve të tij të afërt. Promotori i nepotizmit brutal nuk përfaqëson shqiptarët. Ndërkaq, në të njëjtën mënyrë, u janë përgjigjur edhe nga koalicioni Vlen, të cilët deklarojnë se 20 Mexhiti është emër që i shkakton dhimbje BDI-s, sepse sipas tyre, bashkë me popullin i kanë dërguar në opozitë. Për disa ish funksionarë të BDI-s, që nga Vlen i quajnë Karigagjin dhe rrin afër Ali Ahmetit, theksojnë se e kanë privatizuar partinë. Le të mbajnë mend mirë, 20 Mexhiti nuk është produkt zyrash dhe përgëdhjeljeve të Ali Ahmetit. Ai ka mandat nga shqiptarët si kryetar komune dhe deputet, me votë, me terren, me njerëz, jo si Bujar Osmani, Vlerin Bexheti, Fatmir Besimi dhe klika e BDI-s, që politikën e kanë kuptuar vetëm si ngjitje përgatike, tender dhe rehati personale. Dallimi është i madh, 20 ka qenë në mahall me qytetarin, ndërsa ata në zyra ekzekutivi dhe pazare pushteti. Duke llogaritur me ditë se sa kanë udhëhequr me dikastere derisa ata ishin në pushtet, nga Vlen kanë përsëritur se Bujar Osmani mbi 3700 ditë ministër dhe Blerin Bexheti mbi 5500 ditë në poste dhe ende flasin për mbrojtjet e shqiptarëve. BDI-ja, sipas Vlenit, shqiptarin e ka parë vetëm si numër për votë, ndërsa postet si trashëgimi familjare. Në Shkup sot është mbajtur konferencë me rastin e 30 vjetorit të marrëdhënieve ndërmjet BE-s dhe Maqedonisë së Veriut. Euroambasadori Mihalis Rokas tha se Maqedonia e Veriut i përket familjes europiane.
Por për momentin i mungon pragmatizmi dhe vullneti për bashkim në të gjithë spektrin politik. Ndërkaq zëvendës kryeministri dhe ministri për çështje europiane Bekim Sali theksoi se integrimi europian mbetet prioritet strategjik. Euroambasadori Mihalis Rokas ka thënë sot se rruga e Maqedonisë së Veriut për të ecë përpara në aspektin e eurointegrimeve u vendos në vitin 2022, duke folur në konferencën me rastin e 30 vjetorit të marrëdhënieve mes BE-s dhe Maqedonisë. Rokas tha se Maqedonia i përket familjes evropiane dhe është shumë më afër se sa mendojmë. Ajo që mungon në këtë moment, siç tha Rokas, është pak pragmatizëm dhe vullnet për bashkim në të gjithë spektrin politik në mënyrë që të realizohen hapat përfundimtar përpara drejt BE-s. Përkundër zhgënjimit, më shumë se 70% e qytetarëve në bazë të sondazheve të fundit kredibile mbështesin antarësimin në Bashkimin Evropian si rrugën e vetme që vendi të ecë përpara. Kjo na jep neve sensin e përgjegjësisë, sepse neve na duhet të tregojmë rezultate. Rruga për të ecë përpara për Maqedoninë e Veriut është vendosur në vitin 2022, që do të thotë se Maqedonia e Veriut dhe Bashkimi Evropian arritën marrëveshje e cila le të themi nëse do të zbatohej do t'i lejonte vendit të ishte përpara çdo vendi tjetër antar. Ndërkaq zëvendës kryeministri dhe ministri për çështje evropiane Bekim Sali theksoi se integrimi evropian mbetet prioritet strategjik, duke nënvizuar se pas përfundimit të skriningut, fokusi është vendosur tek përshpejtimi i reformave. 30 vite partneritet dhe 25 vite nga marrëveshja e stabilizim e socimit, dëshmojmë se rruga jonë evropiane është e qartë dhe e pathyeshme. Sot integrimi nuk është vetëm një qëllim, është proces i dorëzimit të rezultateve konkrete. Përmes agjendës së reformave dhe planit të rritjes, vendi tashmë po jep rezultate të matshme në fusha kyçe, si sundimi i ligjit, administrata publike dhe qeverisja ekonomike. Ministri theksoi se një proces i besueshëm zgjerimi kërkon përkushtim të dyanshëm, reforma reale nga vendet kandidate dhe parashikueshmëri nga Bashkimi Evropian. Ministri e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska sot zbuloi parregullsi serioze në punën e Universitetit Ndërkombëtar Sllat, të cilat kanë rezultuar me anulimin e 2 diplomave. Sipas saj janë konstatuar raste ku janë dhënë 14 ose 17 provime në vetëm një sesion, si dhe janë bërë ekuivalenca të papërshtatshme të kredive. Një nga shkeljet më të dukshme është një diplomë e vitit 2016, e cila përmban një vull me emrin e ri kushtetues të shtetit, edhe pse ai është ndryshuar 2 vite më vonë. Diplom nga viti 2016 me vull Republika e Maqedonisë së Veriut. Ju e dini se atëherë ne kishim emrin tonë të mëparshëm. Emri është ndryshuar në vitin 2018, Taja Nevska. Ministria theksoi se i gjithë rasti tashmë i është dorëzuar prokurorisë publike. Ajo paralajmëroi se nëse konfirmohen dyshimet për falsifikim, institucioni i arsimit të lartë do të përballet me sanksione të rënda. Ministri i Punëve të Brendshme Panço Toshkovski njoftoi se deri në fund të këtij viti, sistemi i qyteti i sigurt do të jetë plotësisht i implementuar në të gjithë territorin e vendit. Sipas tij, çdo qytetar meriton të jetojë në një mjedis më të sigurt, ndërsa rezultatet fillestare tashmë tregojnë për parim në sigurinë e trafik. Ministri sqaroi se projekti po realizohet në faza dhe se çdo qytet përfshin sapo të plotësohen kushtet teknike. Sa herë që krijohen kushte teknike në nivel lokal, sistemi vendoset menjëherë në funksion. Nuk do të pritet implementimi njëkohshëm në të gjitha qytetet, theksoi Toshkovski. Edhe ditëve në vazhdim pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pjeshme. Drejtoria për punë hidrometeorologjike njoftoi se në fundjavë priten vranësira të ndryshueshme dhe mot i paqëndrueshëm me rreshje lokale shiu. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se nesër moti pritet të jetë kryesisht me vranësira të ndryshueshme me rreshje të her pas hershme lokale shiu, ndërsa sipas tyre në pjesët juglindore do të ketë kushte për paraqitje të rralla të bubullimave, po ashtu do të fryjë erë dobët deri mesatare nga drejtimi jugor. Në Shkup, mot me vranësira të ndryshueshme paradite në disa pjesë të Luginës do të ketë kushte për rreshje të her pas hershme shiu.
Sipas DPHM-s, me datë 8 prill 2026, ditë e premte, moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme, me rreshje të her pas hershme lokale shiu, kurse siç thon nga DPHM, pasdite do të ketë paraqitje të paqëndrueshmërisë, me shi të rrëmbyeshëm dhe bubullima të rralla dhe do të fryjë erë dobët deri mesatare nga drejtimi jugor. Ndërkaq, ditën e shtunë, DPHM sqaron se priten vranësira të ndryshueshme dhe moti paqëndrueshëm me rreshje lokale shiu, të rrëmbyeshëm dhe bubullima, ku në disa vende priten procese më intensive me rreshje më të dendura shiu, të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erë të përforcuar, kurse ditën e diel nga DPHM thonë se moti kryesisht do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe moti paqëndrueshëm me rreshje lokale shiu të rrëmbyeshëm dhe paraqitje të bubullimave, ku sipas tyre do të fryjë edhe erë dobët deri mesatare nga drejtimi jugor. Presidenti Donald Trump ka thënë se SBA do të fillojnë bombardimin e Iranit në një nivel dhe intensitet shumë më të lartë se sa para armëpushimit, nëse Irani nuk bie dakord për një marrëveshje. Kërcënimi vjen disa orë pasi Trump të ndaloi operacionin Projekti Liria të ushtrisë amerikane për të hapur ngushticën e Hormuzit, për shkak të përparimit të madh që po bëhet drejt një marrëveshjeje të plotë dhe përfundimtare me përfaqësuesit e Iranit. Trump tha se operacioni do të ndalet për një periudhë të shkurtër për të parë nëse mund të finalizohet një marrëveshje me Teheranin. Një grup prej 24 anëtarësh të Parlamentit Evropian i kërkuan shefes së politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, të ndërmarrë veprime vendimtare lidhur me interceptimin ndaj flotiljes globale Sumud në ujrat ndërkombëtare, duke përshkruar incidentin si një akt piraterie të mundshme. Ligjvënësit thanë se operacioni përbën shkelje flagrante të parimit të lirisë së lundrimit sipas ligjit ndërkombëtar. Ky sulmi i kryer në ujrat ndërkombëtare përbën shkelje flagrante të parimit të lirisë së lundrimit dhe mund të karakterizohet si një akt piraterie, than ata. Ata kanë theksuar se sekuestrimi i anijes dhe ndalimi i aktivistëve shënua një përshkallëzim serioz dhe nuk mund të trajtohen si një rast i izoluar. Shikues të nderuar, këtu është fundi i lajmeve. Ju falenderoj që qëndruat me ne, mirupafshim.